Ola dhe Adioni kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale, pasi kanë ndarë disa fotografi romantike nga pushimet e tyre në Santorini, një nga destinacionet më të famshme në Greqi. Në imazhet e publikuara, çifti shfaqet pranë një pishine panoramike me pamje mahnitëse drejt kalderës, ndërsa shijojnë perëndimin e diellit. Të veshur me stil dhe me ngjyra të harmonizuara, Ola dhe Adioni duken më të afër se kurrë, duke ndarë momente plot buzëqeshje, përqafime dhe atmosferë romantike. Fotografitë janë pritur me shumë komente pozitive nga ndjekësit, të cilët kanë vlerësuar jo vetëm peizazhin spektakolar të Santorinit, por edhe kimin dhe harmoninë mes çiftit. Duket se pushimet e tyre po kalojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, ndërsa postimet kanë marrë menjëherë vëmendje dhe janë bërë ndër më të komentuarat në rrjetet sociale. Po ju, si ju duken Ola dhe Adioni si çift? Na tregoni mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të bëni subscribe për më shumë lajme nga showbizi.